por $6 milion është një shifër e pa justifikueshme, aq më tepër që kemi një fshehje të dokumentacionit. Pra deri në këto kushte jemi në një fshehje të dokumentacionit. Shiko, ka një diçka. E para njëri që po të hysh sot tek Departamenti i Shtetit e pjesa e drejtësisë, të shikosh seksionin fara, që është pjesa e faras, e cila përmbledh të gjitha kontratat kështu. Aty nuk figuron kjo. Unë u futa njëherë pa gjithë listën, pas edhe pjesën e 2025-s, dhe te kjo ishte vetëm Lulzim Basha që kishte aplikuar në 19 shkurt. Dhe shifra ishte pa prezantuar, po më duket se ishte një shifër shumë e vogël, por që ishte vetëm Lulzim Basha si pjesë e Euro Atlantikëve, me fjalë pjesë e demokratët e Euro Atlantikëve. Edhe kjo ishte ajo për të cilën që ishte me adresë, ishte me aplikim, ishte depozituar kjo lloj, sepse ajo që kemi parë deri më sot është forma e aplikimit. Personat përgjegjës është ai formulari që ke parë deri më sot është forma e aplikimit. Është aplikimi që dorëzohet. Ajo pas asaj ka pjesën e kontratës, pjesa e shumës. Pra, ajo formë e cila duhet të jetë 3-4 faqe është pjesa e aplikimit. Ai aplikim që ka dalë në studio apo në për media sot me një fjalë, ajo është vetëm pjesa e të cilën nuk është dorëzuar akoma.